Festa e ndërrimit të viteve është shoqëruar edhe me incidente të shumta. Policia e shtetit njoftoi se deri rreth orës 2 të mëngjesit të 1 janarit 2026 janë lënduar në mbar vendin 20 persona, kryesisht si pasojë ngjarjeve që kanë të bëjnë me përdorimin e lëndëve piroteknike. Nga kjo shifër, 16 episode janë regjistruar në kryeqytet, 2 në Durrës dhe nga një rast në Lezhë, Fusharrës dhe Korçë. Në Tiranë raportohet për një ngjarje që mund të kishte pasoja tragjike, pasi një e mitur vetëm 13 vjeçe është lënduar nga një plumb qorr. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Vaçarrit në kryeqytet dhe të dhënat janë të pakta rreth dinamikës së kësaj ngjarje. Fatmirësisht e mitura nuk ka rrezik për jetën pasi ka një gërvishtje në parakrah nga predha. Burime në radhët e bluzave të bardha konfirmuan se shumica e personave të paraqitur në spitale për të marrë ndihmë mjekësore janë larguar pas disa orësh me ta marrë këtë ndihmë. Autoritetet kishin apeluar për kujdes maksimal gjatë përdorimit të fishek zjarreve dhe për respektimin e masave të sigurisë.